Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues. Ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot 18 janar dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, së cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 18 janari është dita 18 e kalendarit gregorian. Ngjarje 474. Leo II u bë perandor bizantin. 1535. Francisco Pizarro themeloi qytetin Lima, që është kryeqyteti i Perus. 1670. Henry Morgan pushtoi Panaman. 1701. Frederiku i parë u bë mbreti i Prusisë. 1871. Bashkimi i Gjermanisë. 1778. James Cook ishte europiani i parë që zbuloi ishujt Hawaii, të cilët i emëroi ishujt Sandwich. 1919 u themelua Bentley Motors Limited. 1955 filloi betejë në Yajingshan. 1990 kryetari i Washingtonit DC, Marion Barry, u arrestua nga FBI për posedim narkotikësh. 1997 norvegjezi Borger Osland u bë personi i parë që kaloi Antarktikun i vetëm dhe i pandihmuar. 2002 lufta civile në Sierra Leone përfundimisht u shpall si e përfunduar. 2012 ambasada turke në Bagdad sulmohet me 3 predha. 2012 Wikipedia në gjuhën angleze mbyllet për 24 orë në formë proteste ndaj sopa e pipa. Lindje 1689 lindi Montesquieu, filozof francez. 1882 lindi A.A. Milne, shkrimtar anglez. 1904 lindi Cary Grant, aktor amerikan. 1905 lindi Joseph Bonanno, mafioz italo-amerikan. 1935 lindi Pjetër Arbnori, shkrimtar dhe politikan shqiptar. 1967 lindi Ivan Zamorano, futbollist kilian. 1971 lindi Josep Guardiola, trajner i Barcelonës. 1979 lindi Yomiko Kobayashi, dubluese japoneze. 1985 lindi Riccardo Montolivo, futbollist italian. Vdekje 1367 vdiq Pedro i parë, mbreti i Portugalisë. 1862 vdiq John Taylor, kryetari i 10 i SBA-ve. 1977 vdiq Xhemal Bijedić, politikan bosnjak. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Pjetër Arbnorit, i cili ka qenë kryetari i Kuvendit të Shqipërisë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për thurjen. A e dini se si është filluar thurja? Shembulli më i hershëm i thurjes që kanë zbuluar arkeologët është një çorape egjiptiane datuar nga shekulli 11 pas Krishtit. Kjo çorape tashmë tregon shërita me gjëra të mrekullueshme midis brezave të fijeve të thjeshta. Kjo tregon se thurja është ndoshta tashmë më e vjetër. Fatkeqësisht artikujt e thurrës shpesh mbaheshin deri në konsumim derisa u shkatërroheshin nga dëmtimet e kohës. Kjo është arsyeja pse ka aq pak artefakte të hershme të zanatit. Thurja gjithashtu mendohet të ketë origjinën në lindjen e mesme me zanatin dhe ushtrimin e zanatit, duke ndjekur rrugët tregtare mesdhetare për në Europë. Vonë zanati u thotoi në Amerikë dhe me europianët. Sipas udhëzuesit të plotë të thurjes, artikujt më të hershëm të thurra të njohura në Europë u bën nga thurësit musliman, të cilët ishin punësuar nga familjet mbretërore të krishterë spanjolle. Këta thurës kishin një nivel të lartë të ekspertizë në thurje midis sendeve të mbijetuara, janë mbulesa jashtë ku të thurra dhe doreza, të cilat u vendosën në valin e princit Fernando de la Creda.
Veshje të ndryshme të thurura nga mesi i shekullit të 13 janë gjetur gjithashtu në thesaret e katedrale spanjolle. Një fragment i thurë i cili ndoshta është një prangë me dorë u gjet në Estoni, e thurur në një model në 3 ngjyra. Estonia në ditët e sotme është veçanërisht e njohur për dantella të bukura të thurura. Një numër pikturash i shekullit të 14 tregojnë virgjëreshën Mari duke thurur. Këto të përfshin thurjen e Zojës nga Tomaso da Modena dhe vizita e ëngjëllit nga ministri i Bernam Kaminden. Qytete nga e gjithë Europa tregojnë se sintet e thurura janë përdorur për mallrat e përditshëm që nga shekulli i 14 e tutje. Thurja e Gajtanit u shfaq vetëm në mesin e shekullit të 16. Eleonora de Todea veshi çorape të thurura që tregonin këtë thurje si pjesë e rrobave ku ajo ishte varrosur. Këto çorape tregonin gjithashtu disa modele dantelle të cilat ishin krijuar me fije. Në të gjithë kanalin e Britanisë, mbretëresha Elizabeth e parë kënaqej me çorape mëndafshi të thurura, megjithse shumica e çorapeve të kësaj kohe ishin bërë nga leshi i holl. Në këtë periudhë krijuan dhe shkolla thurit dhe siguroheshin të ardhurat për të varfrit. Çorapet e prodhuara në Angli u eksportuan në Holand, Spanjë dhe Gjermani. Makina e parë e thurjes u shpik në vitin 1589 nga William Lee, i cili ishte një klerik anglez. Ai dhuroi mbretëreshës Elizabeth të parë një palë çorape, por ajo nuk pranoi të jepte një patent për shpikjen e tij. Megjithatë, mbreti Henry VI i Francës i ofroi Lee mbështetje financiare. Francezët e përhapën këtë tezgjam me thurje në të gjithë Europën. Kur pajisja erdhi në Britaninë e Madhe, kompania dhuruese e kornizave Gniters u inkorporua në 1657 në Londër. Kjo thurje me kornizë zakonisht bëhej në shtëpi me familjen pjesëmarrëse. Nga mesi i shekullit të 19 pati një rënje në thurjen me dorë në industri, por ajo u bë gjithnjë dhe më shumë një hobi. Modelet e thurjes për përdorim të lirit industrial filluan të shfaqen në shtyp në këtë kohë. Kur kalojmë përpara në kohë, jo vetëm shohim se thurja si shtohet punës me ruaza, por thurja u përdor përsëri në kohë të vështira, për të dhënë veçanërisht grave një shans për të fituar jetesën gjatë depresionit të madh të viteve 1930. Shumë thurje u bënte për përpjekjet e luftës gjatë 2 luftrave botërore. Thurja e shpitu bë një deklaratë e modës si veshje sportive, për shembull veshja e Fair Isle për golf gjithashtu. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 20, thurja shihej gjithnjë dhe më shumë si diçka që ishte e modës së vjetër dhe gjithashtu nuk mësohej më në shkollë. Vitet 1980 veçanërisht pan një rënje në shitjet e fijeve për thurje me dorë. Thurja sot duket shumë ndryshe nga mënyra si dukej në vitet 1980 për shembull. Interneti ka bashkuar thurje nga gjithë bota në faqe si Ravelry dhe Lovecrafts. Për shkak të ringjalljes së punuar me dorë, thurja është kthyer sërish në një argëtim për shumë njerëz të famshmit e parë kanë punuar me thurje dhe ka bërë atë një herë një zanat më të pranuar. Rritja e fijeve të lyera me dorë si ajo e Gnit Pelli ka bërë veshjet e thurura me dorë shumë më të veçanta. Do të vijmë me rubrikën e kuriozitetit dhe sot do të flasim për ndjesinë e çuditshme që dikush po të vëzhgon dhe pse nuk e sheh drejt për drejt, duket si diçka e mbinatyrshme, por në fakt ka një shpjegim shkencor pas kësaj ndjesie. Truri ynë ka një rrjet special të shilizave nervore të quajtur neurone pasqyrë, të cilat ndihmojnë me njohjen e shprehjeve dhe qëllimeve të tjerëve. Këto neurone, së bashku me një pjesë të trurit të quajtur korteksi vizual, janë aq të ndjeshme ndaj syve të njerëzve përreth nesh, saqë mund të kapin dhe vrojtimet periferike. Edhe nëse nuk jemi të vetëdijshëm për këtë. Për më tepër, studimet kanë treguar se truri reagon ndryshe kur dikush po na shikon drejt për drejt në krahasim me të kur ata janë thjesht pranë nesh. Kjo do të thotë se edhe pse nuk është magji, instinktet tona janë të mprejta mjaftueshëm për të ndier vështrimin e dikujt. Tani njoftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për Territori shqiptar për datën 18 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me mot të kthjellët dhe temperatura të ulëta, ndërsa pasditja sjell rritje graduale të temperaturave dhe diell në të gjithë territori. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell në shumicën e qyteteve. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 18 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 18 janar do të jetë rreth orës 6:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 4 deri në 10 gradë Celsius. Kukës,
minus 1 deri në 4 gradë Celsius. Peshkopi, 0 deri në 4 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 3 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 4 deri në 10 gradë Celsius. Berat, 3 deri në 12 gradë Celsius. Korçë, minus 3 deri në 1 gradë Celsius. Vlorë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 3 deri në 9 gradë Celsius. Sarand, 5 deri në 13 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 18 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me temperatura shumë të ulëta ndërsa pasditja vijon me mot me diell në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në minus 7 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 5 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 18 janar 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 18 janar do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, minus 6 deri në minus 2 gradë Celsius. Podujev, minus 7 deri në 1 gradë Celsius. Skënderaj, minus 6 deri në 2 gradë Celsius. Pej, minus 4 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë, minus 6 deri në 2 gradë Celsius. Gjakov, minus 4 deri në 5 gradë Celsius. Malishev, minus 4 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan, minus 6 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj, minus 5 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, minus 4 deri në 2 gradë Celsius. Suharek, minus 4 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, minus 2 deri në 3 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër në 1 orë. Ndërkohë ftë të ndiqni programacionin në vijim të drita televizion si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin tonë drita.tv.